shast me rikëthe në kujtesën ngjarjet e rëndësishme të luftës sonë për liri, me 6 maj 1997, në shafën e mullarëve në vlahën Dahasit, bashkëshortin, luftetari orëve të para të ushqekesave Dënresha Sandukani, së bashku me Pehmil Ladrosin e Ilyas Kodrën, tani të herojnë të Adheut, dhe shumë luftetarë të tjerë, morën pjesë në një nga betejat e para sulmuese kundër forcave pushtuse serbe. Në atë betejë heroike ra dëshmor Joan Haradinaj, duke u bërë simboli përjetësisë për çlirin dhe bashkim kombëtar. Aq sa ndjem kënaqur që jam shqiptare, në atë mos ndjej përmbulje që vijnë nga një familje me tradita të larta adhëtare heroike, e cila në shumë preza ishte në shërbim të qeshtjes kombëtare. Po aq kënaqur që u bëra pjesë e familjes heroike të Ave Dënreshës, ku gjeta për jetën e dalë, çlirimin dhe bashkimin kombëtar. Prandaj, me këtë vlerësim, ju nderoni edhe këto 2 familje që ja kushtuan jetën